Dita e dytë e forumit dhe dita e tretë e takimit të Forumit Global të Turizmit këtu në Bruxelles, ku sot gjithë ligjërata e të ftuarve dhe e paneleve do të përqendrohet tek teknologjia, tek inteligjenca artificiale, tek smart cities dhe tek gjithçka që përbën të ardhmen e turizmit përmes teknologjisë. Sot gjithë jemi dëshmitar që inteligjenca artificiale po përdoret në 90% në disa raste, por në një shumicë të madhe të gjithë botës së turizmit, pra gjithë komuniteti i turizmit kudo në botë po e përdor inteligjencën artificiale dhe teknologjinë në shërbim të ofertës turistike, duke përbërë pra tashmë një aspekt që nuk mund të anashkalohet, përkundrazi është shumë i rëndësishëm në ofrimin e të gjithë mekanizmave që përbëjnë ofertën turistike kudo në botë. Kështu që ne do lidhemi pas pak live në sallën e Forumit Global të Turizmit, ku do të zhvillohet, siç tham, dita e dytë e këtij forumi. No.